Përshëndetje dashur miq, rikthehemi këtu në Antena Televizion me emisionin pa emër për diskutuar në fakt atë se çfarë po ndodh konkretisht në këto momente. Ditën e sotme Sali Berisha ka zyrtarizuar kandidatin e Partisë Demokratike që vjen nga shoqëria civile, Florian Binaj. Aktori që dikur imitonte Edi Ramën, aktori që dikur bënte për të qeshur socialistët, tashmë do të jetë përballë në një prej garave më të forta, ku tenton të mundi Ogerta Manasiliu, njeriu që zgjedhur nga Edi Rama për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës nga Partia Socialiste. Duket se 3 emrat që ka propozuar Agron Sheaj, Edlira Çepani, Florian Açkaj dhe Ermal Asimja janë rëzuar përballë figurës së aktorit apo ish aktorit portokallist dhe drejtuesit piranjave Florian Binaj. Tashmë vetë zoti Berisha ka zgjedhur Florian Binaj, por ndërkohë që zoti Berisha ka bërë të zgjedhje, mbështetje ndaj tij e ka dhënë dhe Adriatik Lapaj. Mbështetje ndaj tij tashmë pritet të shohim a do ta japi Agron Sheaj, duke qenë se përsëri Berisha ka qëndruar tek shoqëria civile. Kjo është panorama e asaj se çfarë ndodh ditën e sotme. Vetë zoti Berisha ka zgjedhur një kandidat i cili nuk është politik, por është apolitik. Pikpyetje lidhen drejt për drejt, çfarë do ndodhi tashmë brenda Partisë Demokratike fillimisht. Ditën e dieshme një prej zërave më mbështetës të zotit Berisha, një prej zërave më mbështetës të kauzave të tij edhe për deklaratat shpeshherë të çuditshme Adriana Kalaja, ka shigjetuar Florian Binaj si shërbëtor i urikimit. A do mundet tashmë zonja Kalaja ta përsërisi këtë akuzë kur vetë zoti Berisha ka zgjedhur Florian Binaj? Në anën tjetër, ajo se çfarë diskutohet dhe ajo se çfarë pritet lidhet drejt për drejt me faktin që tashmë Partia Demokratike, por dhe vetë opozita a do të bashkohet. Cilat do të jenë zërat që dalin kundër këtij emri? A do të ketë një reagim të ashpër brenda Partisë Demokratike për emrin e Florian Binaj? Dhe a do mundet Florian Binaj ta mundi Ogerta Manasiliu? Këtë do të diskutojmë fakt me kolegun tim Anri Bala për të ndarë fakt mendime dhe këndvështrime ndryshme për këtë çështje. Anri, vetë si e ke parë ditën e sotme? Emrin e Binajt njëherë u surprizove? Do më ta nisim, a u surprizove nga ky emër në sensin që ishte shumë pak i prekur? Florian Binaj, unë ta thash dhe e diskutuam dhe bashkë në studio që të 3 këta emrat që kanë dalë janë kryesisht emrat për të djegur. Pra, nëse të kishim punuar prapa kuintave, si thuash, ose të ishim pjekur më shumë si kandidatura, pra zoti Asimja, zoti si e ka i Florian Açkaj e ka mbi emrin? Florian Açkaj. Dhe zonja Çepani, besoj se do mund të lëvronin mbi pjesën e nëse mund të kishim një kandidaturë të mundshëm midis tyre të treve. Pastaj pam disa emra të tjerë absolutisht siç ishte zonja Kalaja, që shpreh dëshirën për të kandiduar, e cila goditi dhe zotin Asime dhe zotin Çepani se ishin të lidhur me Sorosin. Goditur dhe Florian Binaj. Po pra, dhe më pas goditi edhe Florian Açkajn, që ishin foto me zotin Binaj dhe zotin Lapaj, diku në Himar për të pastruar detin nga gomat, në mos gaboj, se për këtë kanë qenë zhytur. Atëherë nisi pa atëherë, nëse më mend nisi Adriatik Lapaj i fushat për pastrimin e detit dhe ishin këto që dilin fusin tani kujtojmë që Florian Binaj ka qenë tek Partia Lapaj. Ka qenë po largua pa heshtje. Po mirë, dakord, po ka qenë. Unë besoj se kjo është një zgjedhje e zgjuar. Pse është zgjedhje e zgjuar? Se e para njëherë që Partia Demokratike zgjodhi kandidata politik. Siç pretendonin ata, që për mua nuk është zgjedhje e zgjuar, po zgjedhje e zgjuar midis kushteve që vuri Agron Sheaj dhe partitë e tjera të vogla si për të gjetur një kandidat jo politik, zgjedhja Florian Binaj ishte kandidati që ndoshta i përbashkon Agron Sheaj me Adriatik Lapaj, që mund t'i zbejë çik atë përplasjen e fortë midis tyre, sepse janë spak ta zotrinj për akuzat që i kanë bërë njëri tjetrit, mos në spak në gjykat. Dhe zoti Binaj, kujtojmë, është punonjës tek Piranjat në Syri TV.
besoj se është kandidaturë që del, jo vetëm pra zoti Binaj punon tek televizioni i, si i thënë, pronarit televizionit është, ose financohet, ku dëgjon nga Partia Demokratike, ka miqësi me zotin Lapaj, plotëson dhe orekset e zotit Sheje duke qenë në politik. Pra duke u zhveshur nga pra kandidatura më e mirë për të mbledhur Tikun Gonin tek PD-ja, për t'i përafruar ta të PD-ja, ndoshta është Florian Binaj, duke qenë dhe i personazh karizmatik televiziv, përpos betejës opozitare që ka bërë në televizion, se s'ka bërë një betejë tjetër, nuk e di. Nuk e kam ndjekur shumë, të them vërtetën, se mos ja fusim kohë. Mendohet se duke përafruar të 3 parti, të cilat janë llogaritur që ta ndihmojnë në minimizimin e rezultatit të zgjedhjeve të kaluara të 2023-shit, ku zoti Veliaj fitoi me diferencë prej 58.000 kusur votash ndaj zotit Belind Kolliçi. Besoj se kandidatura e Florian Binaj është kandidatura që përbashkon këtë grup interesi. Tani kjo po bëhet për të bashkuar opozitën apo për të mundur Edi Rama, se dua dy këndvështrime që koncepti i Partisë Demokratike sipas llogarisë tyre është që të bashkohet opozita për të mundur Edi Ramën. Kjo është logjika. Pra të bashkohet PD-ja me votat e Agron Sheje dhe me votat e Adriatik Lapaj. Vetëm gon Agron Sheje në Tiranë duket kishte diku te 21.000 vota, përafërsisht. Zoti Lapaj nëse e shef, se nuk e di, në Tiranë sa më 17.000 kishte, se 16.000 diçka të tillë kishte. 16.000 dhe mirë është ta konfirmoj, po ndërkohë që mund të ma bësh të Nëse, do më thënë, unë të bëj një këndvështrim, ideja është duke mbledhur votat e Agronit dhe votat e Tikut, që besoj se janë relevante, sepse flasim për pushtetin qendror, ndryshon pushteti qendror nga pushteti lokal, qoftë edhe në kandidat. Pra nëse dikush voton Gonin, nuk voton Berishën, se nuk është ik me dy presa kjo, më kupton. Se kjo është çështja tani, do më thënë, e gjithë diskursi i kësaj tani... Votat e 2025-ës, pra majt 2025, 11 maj 2025, nuk përkthehen votat detyrimisht që nuk lëvizin nga Istikami për të shkuar aty ku duhet shkojnë. Pra të rinë tek Goni, të rinë tek Lapaj, po nuk mund të përkthehen vota për Partinë Demokratike ose i kandidat të Partisë Demokratike. Sepse janë vota pro Berishës, apo jo? Nuk janë më. Besoj që njerëz që janë distancuar ose kanë votuar Gonin si një djath më garuese, me demokracitë brendshme më të solide, ose një djath që shkëputet nga e kaluara e Partisë Demokratike, Goni ose këto zgjedhjet kandidati i Partisë Demokratike i kthen prapa kthej ose si thuash tek variantet që ata e votuan ose nuk i votuan, nuk e mbështeten. Adriatik Lapaj është kryekput kundër fare bides të dyjave, se s'ka as qasje djath. Adriatiku është kapçat kapër, si thuash, në kontekstin që nuk është quar si as me Ramën, as me Berishën. Por, besoj që duke u bashkuar të 3 faktorët, që janë faktorët kryesorë po flas, se ishte mirë të ishte edhe zoti Dashej me Ngelet Aliben, po është vota se kanë, se ato janë votat pastra djathën. 5.000, po nuk janë pak. Kujtojmë që Lul Basha, kur e fitoi Bashkinë e Tiranës, e fitoi me votat e Partisë Komuniste të Marko Dajtit, mos gaboj atëherë, nuk e di, ose ka qenë ky tjetri. Se nuk më kujtohet tani për momentin, po plus çfarë bën pastaj më mbrapa, po flas që 1450 vota i dhan fitoren atëherë Lulzim Bashës. Bën diferencë të madhe, kështu që edhe votat e Dashejit janë të rëndësishme, edhe votat e Euroatlantikëve që nuk e di sa vota kanë. Sa kishin 9800 në Tiranë, Në Tiranë 9800. Po. Janë goxha. Se zoti Dashej nuk e di sa kishin në Tiranë, mund të kem pas votë 5000 ca kishte zoti Dashej në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë. Pra Shehi me Alibej. Po, Shehi me Alibej. Tani po të marrim gjithë këto faktorët, sikur edhe nëse nuk bie dakord Shehi, po element
të partisë stereoatlantikëve ose të zotit Shehi të bashkohen me opozitën, besoj se rezultati 2023-shit do jetë më i ngushtë. Ka një sfidë shumë të madhe sot, Ermal, që duhet kuptojmë neve. Sfida kryesore është që Edi Rama i ka thrit në duel Partinë Demokratike për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve të 2025-s, pra 11 majit, që të nxjerrë blof opozitën, duke e kapur të papërgatitur, ta nxjerrë blof për t'i thënë se unë nuk t'i kam vjedhur zgjedhjet, pra ne po vënoj dhe raporti ose bëjë dirit, që s'ka ndodhur kur, është bërë gjithmonë para se të mbledhet parlamenti. Unë nuk i kam bërë zgjedhjet, nuk i kam vjedhur më saktë zgjedhjet, dhe Rama nëse kap rezultatin e 2023-shit rikonfirmon, si thuash, e përsin e ti ndaj Partisë Demokratike, nëse nuk luan rezultati. Sepse me arrestimin e Rjon Veliet, me arrestimin e drejtorëve 50 që këta e quhen si bankomati i blerjes së votave, besoj se në këtë rast i mungon bankomati. Në rastin tjetër, sfida që i ka edhe Edi Rama Partisë Demokratike, nëse Partia Demokratike tregohet të zgjuar dhe mbledh gjithë grupet e interesit dhe arrin të minimizoj ngusht rezultatin, ose po them një rezultat thjesht pozitiv, sikur të jetë 20.000 vota me Partinë Socialiste. Në këtë palë zgjedhje flas. Sepse për një vit e gjysmë kemi zgjedhjet e tjera. Nëse e hap dritën e jeshile, edhe demokratët shohin që këta e kanë seriozisht, besoj se edhe partitë e tjera ose faktorë të tjerë që duan ose kërkojnë rrezimin e Edi Ramës dhe ndryshimin e pushtetit, besoj se do bëhen bashkë për t'i dhënë një perspektivë tjetër Partisë Demokratike. Por nëse këta dështojnë në këtë sipërmarrje, që prandaj kjo është dilema më e madhe e Partisë Demokratike, nëse këta dështojnë në këtë sipërmarrje, atëherë konfirmojnë rezultatin e Edi Ramës. Edi Rama nuk po bën zgjedhje se i duhet Bashkia e Tiranës ta menaxhojë, ta komandojë. Edi Rama ka dhe menaxhon dhe komandon Bashkinë e Tiranës. Edi Rama do të konfirmojë që ky nuk i vjedh zgjedhjet, nuk fut duart te votat, nuk ka banda që prekin votat, që shesin blenë ose kërcënojnë votues për të votuar. Ne e dimë shumë mirë që në Tiranë ky fenomen është pak më i zbetë se sa në rrethe. Është brenda Unazës. Po pra, brenda Unazës, nuk tani në fshatra, po edhe besoj në Tiranë është më i zbetë fenomeni se ku do tjetër. Kështu që në këtë kontekst, Partia Demokratike du të tregohet shumë e matur me kandidatin dhe besoj se nëse Florian Binaj arrin të bëj Adriatik Lapaj, siç është shprehur Lapaj që unë do jap mundësinë ose do e përkra. Ajo është mbështetja, kush çfarë tjetër. Anëri, unë doja ta pavarësisht se ai deklaroi që do kandidojmë vetëm. Ndoshta kjo i ndryshon atë perspektivën. Unë po të analizoj pikat e dobta të zotit Florian Binaj në këto momente përballë, domethënë pikat e forta janë që ai është njeri i cili s'ka qenë kurrë i përfshirë në politik. Ka qenë njeri i cili e ka ngritur karrierën e vet me punë. Pra po cilësojmë pikat e forta të zotit Binaj. Nuk e kemi dëgjuar kur në vokacion politik, se është ndryshe kur je në pozicion apo në punën tënde, ndryshe kur je njeri politik që do duhet kesh kujdes, po do duhet dhe të kesh artikulim. Pikat e dobta të zotit Binaj janë fakti që vetëm para një viti u largua nga Partia e zotit Lapaj për thënë që dua t'i angazhohen profesionit tim. Dhe tashmë mund t'ja përdorin. Pika e dytë përsëri që mund të atakojnë lidhet drejt për drejt që faktin që nuk ka një eksperiencë politike. Pra ka qenë gjatë gjithë kohës jashtë. Në këtë moment, ajo që mua më lind si pikpyetje është që tashmë edhe zoti Sheaj dhe zoti Lapaj, mbase aksidentalisht, mbase si rastësi, mbase si koincidencë, kanë dalë që janë satelit të zotit Berisha. Pse u them satelit zotit Berisha? E para zoti Sheaj nuk kishte asnjë fuqi ti imponoi zotit Berisha për faktin që duhet zgjidhej një njeri nga shoqëria civile. Dhe u përdor ose është përdorur si karrem zoti Sheaj dhe tashmë zoti Sheaj do duhet mbajë një qendrim para opinionit publik që ai mbështet për shembull zotin Binaj, zoti Sheaj se shoqëri civile është dhe zoti Binaj. Unë përdor si karrem ose mendoj që Berisha në opinionin publik tha që unë po e dëgjoj në këtë momente zotin Sheaj. Në anën tjetër ishte dalja me njëre e zotit Lapa i cili thoshte pavarësisht gjithçka unë ta mbështet zotin Binaj po doli kandidat. Po zoti, po.
Në këtë moment, ata do ta mbështesin zotin Binaj, por po duket sikur kanë qenë satelit të zotit Berisha në opozit. Pra nuk kanë qenë njerëz cilët e kanë artikuluar për çfarë sistemin. Tashmë do të përdoret narrativa që pse s'u bën bashkë gjitha partitë. Sepse problemi qëndron gjithsesi anëri që në këtë momente kushdo të jetë në kryet partisë apo si kandidat, ata do t'ja tashojnë Berishën nga pas. Por dhe më çështja tjetër prapë që duhet parë është që tashmë do të kanë zgjedhur një kandidat i cili deri dje imitonte zotin Rama, pra me sarkazëm politik, por pyetja që ngrihet sot, a do mundet zoti Binaj t'i bëjë gjithë bashkë frontet opozitare me gjuhën e tij të matur, se është ndryshe anëri të bësh humor, është ndryshe të jesh një aktor i mirë. Ja thas për zhvillim pas ka pas 2000 vota, po nese më fal. 2000 ka pasur? 2 në Tiranë, se 5000 ca kishte gjithsej në rang kombëtar. Në rang kombëtar. Prandaj po e verifikuaj. Partia Mundësia ka 23600 vota. Adriatik Lapaj ka nisma Shqipëria bëhet, se është dhe Endri Shabani këtu, që është shkëputur nga Lapaj. Nga Lapaj, por besoj se mund të ngelit në formatin e 15000 votave. Po ta zë 14000, se i mori Endri diku të 3000 vota. Pra, Partia Mundësia ka 23000. 23600 dhe 16400, po e llogarisë kështu janë 50000 vota. Pra 20000 vota afërsisht, 20000 vota, edhe 50000 vota bashkë me Euroatlantikët edhe Dashej. Po ta them në total. 50000 vota. Po pra, 50000 vota. Sepse Lëvizja Bashkë është 13300, po nuk kanë lidhje me... Mos vjen këto 50000 vota këtejre. Ja. Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare ka 1300 e ca, po kjo s'ka lidhje. Shko, ani, duhet kuptojmë një gjë, sepse... Një sekund, 50000 vota, pa Jo, do të them vetëm diçka. Bëjmë një analizë. Jo, po nuk është politike analizë numerike, ne këtë gabojmë ndonjëherë. Jo, është numerike, por problemi qëndron, ti ke pasur aty individ që kanë votuar partit sepse ka menduar që këta do shkëputen nga Berisha, duhet të bësh dhe këtë lidhje. Prit. Asnjë ndryshe nga zoti Kalliçi. Një sekond. Vetëm ti para se të ti bëjmë thirrje teleshikuesve që na ndjekin, bëni subscribe, shpërndajni në diasporë, shpërndajni në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme në fakt të na klikoni dhe ta shpërndani në për diasporë, ta shpërndani në Shqipëri, ta shpërndani kudo që flitet shqip dhe kudo që ka shqiptar që duan të informohen mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Mos u largoni nga antena, klikoni dhe videot që kemi në kanalin ton. Andri, po. Tani, ke 23600 vota Agroni, 16400 Adriatik Lapaj, bashkë me nismën, mund të ketë Firo. 9000 është Lulzim Basha se Endri Asa me partia Koalicioni Euroatlantik, po unë e që Lulzim Basha se Endri Asa s'ka... 2074 është Koalicioni Djathtas për Zhvillim, po ka dhe diçka tani, se folëm dhe një moment tjetër. Janë 50000 vota. Apo jo? Tani, në 50000 vota, partia Koalicioni Djathtas për Zhvillim, për shembull, që ka marrë 2100 vota afërsisht, mund të ketë duke qenë brenda PD-s, se kandidoj si e vetme, absolutisht. Po. Duke qenë brenda PD-s mund të prodhoj më shumë vota. Fjala vjen. Koalicioni Euroatlantik, duke qenë brenda PD-s, nëse është mundësia, mund të prodhoj vota më tepër. Sikur se ta thash, ishte zoti Plum Seferi, për shembull, në Tiranë, kësaj ere mori diku te 1000 ca vota, më përpara ka marrë 3000 ca. Po. I mungojnë 2000 vota Plumit. Në siglën e PD-s dhe me siglën e Euroatlantikëve, prandaj nuk është matja e qartë, absolutisht. Po thjesht po bëjmë një analizë numra, sepse tu flasim për numra. Po ta zë unë ty Ermal që në 50000 votues që e kanë këta e kanë ky grupim të djathtash. Nëse bin dakord po flas gjithë dhe marrin mbi premisa. Edhe tregojnë të zgjuar dhe mbi premisa. Sa mund të jetë Firo? Po ta themi 25%? Po. Ë? Po, e le 25%. 25%. Shumë bukur.
Tani te ky 25%, Florian Binaj, si Florian, sepse përveç këtyre që janë këtu, kemi një lloj pjesëmarrje është 47% tani. Nuk e di, voton diaspora në zgjedhjet lokale? Më duket se jo. Nëse se nuk e di nëse se duhet votoj, pse duhet votoj? Më duket se jo. Për zgjedhjet lokale, vetëm për qendrore, të? Vetëm për qendrore. Në sa di unë, Okej, nuk ka problem se do e shikojmë dhe këtë se nga që jam duke bë komentin, po deshe mund ta çekosh pak please. Në 50.000 vota ka një firë prej 15.000 votash. Po ta them kot që nuk i ka. 10.000 votash, 12.000 votash. Po 10.000 po ta zë. Janë 40.000 vota? Absolutisht, dhe të 40.000 vota duhet parë në karakterin që mund votojnë Agronin, po s'duan Berishën, por ama ka diçka. Nëse Belind Gëlliçi, kur e nisi fushatën Edi Rama në 2023, e nisi që Belind Gëlliçi është kandidatura e Ilir Metës tek Berisha, peshqesh. Dhe pastaj në qarqe të tjera ose edhe thjesht mediatike u tha se Belind Gëlliçi nuk është vetëm i Metës te Berisha, por është dhe i financuar nga Belinda për të dëmtuar ose për të zbehur pozitat ose forcën pushtetin politik të Erion Velijet si kryetari i Bashkisë Tiranë për ta goditur nga të gjitha anët. Dhe nuk arritën ta godisin dot, e panë të zgjedhjet qendrore që dhe me arrestimin e Erion Veliji, Partia Socialiste nuk lëvizi numerikisht në vota, sepse nuk lëvizi sepse të gjithë partijet e djatha, cilët kërkuan një mundësi përtej Berishës dhe përtej Metës, të cilët janë tani në koalicion me Partinë Demokratike, kësaj here, në 40.000 vota, sa ishte rezultati? Ishte 58.000? Vazhdo se po komentoj pak që të shpërndajnë live. Po jo, ishte ideja. Ishte 58.000. Sikur të ketë një përthithje votash diku të 35.000 vota, 40.000 vota, pro Partisë Demokratike, se duke të marrë Florian Binaj në kontekstin si artist, se ekziston dhe elektorat gri që nuk voton fare. Ose su intereson në asnjëra nga partitë në fjalë, dhe Florian Binaj mund të jetë i kandidatur që edhe e zbut këtë procesin. Dhe Florian Binaj, pavarësisht se punon tek Syri TV, pra që është televizioni familjes, nuk është atashuar pra politikisht me... Politikisht jo, prandaj dhe unë se përmenda. Mund të jetë politikisht opozitar, por nuk është atashuar si linjë direkte e familjes. As linjë direkte e Ilir Metas, as linjë direkte e... Agron Shehajt, jo Agron Shehajt, e kësaj tjetrës, Belinda Ballukut. Agroni mund të ketë qasje pozitive si kandidat. Dhe kjo do e ndihmoj. Në informacionet e para, Agron Shehaj është skeptik për këtë zgjedhje. Po mimo Agroni mund të bëj çadoj. Agroni nëse e ka bler Rama, pastaj bëj çadoj. Agroni nuk mund të frustroj gjithë Partinë Demokratike se është ky dhe Erald Kapri deputet e burse, nuk do t'ja di njeri për Agronin. Më kupton çfarë do të them. Sado nuk mund të kushtozoj Agronin në pozitat ku është sot Partinë Demokratike. Kur të bëhet, le të bëhet, nëse do të vazhdoj rrugtimi kështu, le të vazhdoj. Nuk ka asnjë lloj problemi. Po nuk ka pse të jetë skeptik Agroni, sepse Ermali është më i mirë se mendon Agroni. Sepse ku është ndryshimi midis Ermalit dhe Florit? E pse Ermali që ka më i mirë se Flori? Më kupton çfarë duhet të them? Kuptoj shumë mirë për këtë pjesë. Atëherë i bie që Agroni dhe mirë bëhet që vim këtë pikë, që të kuptojmë që Agroni nuk i plas shumë se kush është kandidati. Agroni do të vënë pi pozita, ti vej të dyja këmbët me ikpuc Partisë Demokratike, ti bëj liderin e mësak. Pa, nëse Berisha pranë atë i bie, mos jetë lideri Partisë Demokratike, i bie të kalojmë ta thash, e kam shkruar edhe i status që kalojmë nga PD e Lulit tek PD e Agonit. Nuk ka më PD Berisha. Për sa kohë ti nuk ke vendimare, po ke vetëm thjesht nominalisht, ke një ndërtesë aty dhe ke një vulë. Mendoj që ai ka vendimare, pavarësisht se çfarë zoti Berisha do të përcjellë në patjetër, por nëse vendos Agroni që thotë që nuk është ai se s'pëlqen mua, edhe unë nuk jam me ju, atëherë Agroni nuk ka ardhur këtu për të rrëzuar Raman as për të rikthyer. Në thelb Agroni është i destinuar që mos t'i përtypi fjalët që ka thënë. Mbi këtë premis po. Agroni po tani sikur do bëjë luftë përballë pushtetit, po s'është duke bërë luftë përballë pushtetit, po bën luftë me mullit e erës, sepse nuk mundesh ti.
Në logjikisht po themi nuk e duam Berishën, po nuk e duam. Edhe Berisha e di vetë se nuk e duan qytetarët. Se e ka patë të gjithë zgjedhjet e fundit se sa kanë votuar. Me zi e kanë votuar. Sa njerë më duke se doli Orin e Bie ishte aty me vota me Berishën. Po tani nuk po flasim e duan nëse duan Berishën. Po flasim nëse Agroni ka qëllim të marri ose të zbej apo të ku digjon, të sjellë rotacionin qoftë pushtetit lokal po dhe atit qendror. A ka ky zotëri, ka një projekt ky? Ose si ekziston projekti? Nëse ky, atëherë ky pse do hyjë në tratativa? Kur ky nuk se ka një ngërç. Ti nuk mund presësh me partinë e Berishës bërë tratativë për Ermal Asimen, po me që e ka Flori, tani nuk bëj. Çfarë do të thotë kjo? Oni, domethënë se kjo është e saktë domethënë si diviz, por çfarë ndodh? Tashmë unë dua të kuptoj që ai ka fuqin Florian Binaj të mundi Gerta Manaseliu dhe Belinda Ballukun. Se di. Sepse, domethënë, thelbi qëndron që mbi këtë premisa sot opozita ne duhet kuptojmë që ka ardhur humbje pas humbje. Po. Duhet kuptojmë që zoti Berisha ka nevojë për oksigjen. Po. Dhe mund të përdorë në optikën time, po përdoret një kandidat i shoqërisë civile, që ai të mbushet me oksigjen dhe ta delegoj fajin dikut tjetër që të vazhdojë narrativën që Jo, nuk kemi këtë kushte. Unë besoj që në këto kushte atë po tenton. Nëse Berisha thyen rezultatin e 2023-shit, ngelet që edhe me 20.000 vota prap Rama ka vjedhur. Por ama bie miti Ramës, që ka e përsi. Se fshi që ka loze Edi Rama, shikush loje piset e Edi Ramës. Loje piset e Edi Ramës është që deshet i tregonte edhe Erionit që këtu partia jam unë. Pra 58.000 votat janë të mia, nuk janë tuat. Por nëse 58.000, diferenca për 58.000 votash, zbehet në këto palëzidhe, atëherë nuk është Edi Rama. Është opozita që është e përqarë, dhe është pastaj futen faktorët të tjerë. Po në qoftë se Edi Rama fiton më thellë? Nuk fiton, s'ka shanse. Po tani në qoftë se fiton, ore ne marrim hipotetike tani. Nuk ka asnjë mundësi. Nëse futet Agroni dhe Adriatiku. Asnjë, zero. Po ata do futen më po. Jo, nuk futen. Nëse fillojnë me këtë që nuk e dua këtë, nuk e dua atë. Jo, Adriatiku ka thënë unë do e mbështes. Adriatiku do e mbështes. Po nuk mjafton vetëm me Adriatiku pra. Duhet Luli po të them, mos them, jo Luli lulët. Duhet Goni, duhet Adriatiku. Nuk ndodh për shembull në optikën time. Sot unë nuk e di do ta e bashkon do të zoti Binaj gjithë këtë frontin opozitar. Ato Binaj bashkon, si thuash, tiparet e kandidatit që donin këta. Tiparet që donin dhe Goni dhe Tiku. Tani bashkon frontin opozitar. Ta thonë mi që donë këshu me tipare, për du si që do e vendos dhe emrin. Unë mendoj vetëm një gjë, unë mendoj vetëm diçka anë. Mendoj këtë gjë, që në gjithë të panoramë, në gjithë të situatë, ajo që prevalon, dhe po ta them njerë, unë mendoj që zoti Florian Binaj pavarësisht se ka pamje dhe nuk ka asnjë mëkat, nuk do arrit dot të bashkoj të gjithë frontin opozitar. Po e marrë sigur bashkuar. Po dakord, unë po marrë këndvështrimin në kontekstin që s'do bashkojnë dot. Po, okej, bën Po të marrë këndvështrimin tjetër anëri që demokratët sot janë edhe të zhgënjur me zotin Berisha, sepse dha shumë premtime dhe nuk mbajti asnjë. Vetë brenda Partisë Demokratike kishte zëra që shprenin dëshirën për të kandiduar, që kishin marrë rezultate të mira. Vetë zoti Berisha nuk dënjoi të zgjidhte. Po, dhe çfarë? Dhe në gjithë të panoramë, ndodh shpeshherë që pa kënaqësia të filloj të punoj kundër. Asnjëherë në botë. Dhe në këtë rast, kur zoti Binaj do dalin fushat, mund të sabotohet brenda degëve, mund të sabotohet. Adriana Kalaja pse do sabotoj? Adriana Kalaja ka thënë është i Sorosit. Po lemër, s'ka problem pse do sabotoj. Po se është i Sorosit, nuk më zgjodhen mua, do thotë kanë zgjedhur një të Sorosit. Po ishte kështu që po si isha unë e shkatroj partinë, Adriana Kalaja s'meriton një ditë e tri në atë parti. Po tani unë nuk e di këtë gjë, po kështu ndodh ajo. Unë nuk po them se e di ti. Ore, po në momentin që nëse prit pra tani, nëse unë mendoj se këtu te kjo zyre jemi bashkë të dy. Po. Dhe unë them tani, te ky emisioni do t'jem unë drejtues. Po jo më valla, se kemi lënë pa drejtues, do thoshti. Po si isha unë drejtues, ju jeni maskarej.
atëherë duhet largohem unë ose kjo gjë duhet ndarë njëre për gjithmonë, se s'munde me strekëndsha në përkëm. Në Për parti... shembull, unë dëgjova dikë tjetër, dëgjova një kandidat tjetër që e ka shprehur edhe temin, për shembull, dëgjova ishte një intervistë dje që kishte shprehur dëshirën për të kandiduar. Dhe kur erdhi puna tha, me mua pa mua tha, unë do jem daç në vijën e parë të frontit, daç në vijën e 10, për mua nuk ka rëndësi. Unë këtu jam për këtë gjë, në parti politike ka ndodhur 100 herë që sabotojnë nga brenda tani, se ta bëni po e bëjmë sikur. Ka plot emra ka sabotuar. Po do ta zgjidhë Berisha, unë do ta zgjidh. Dakor, po them ajo gjë që ndodh. Po këtu s'mund të funksionojë fakti që po si isha unë sabotova. Atëherë ky është ekip. Po nuk është ekip më burr se ka ndodhur. Atëherë i biesh një tuf legenash, list maskarësh që po si isha unë mos më plasi as për partinë, as për demokratët, më plasi për veten time. Partia Demokratike është në moment të vështirë. Po është në moment të vështirë. Jo, në moment vështirë se e kanë lënë vetë ta. Po dakord, nuk ka rëndësi kush e ka lënë, rëndësi ka që është në moment vështirë. Po ka antidot. Dhe po nuk duan Adrianën që të rrugë. Mirupafshim, zoti zonjë. Dili qik të dera për jashtë. Nuk e bën do të zoti Berisha atë që. Po nuk e bën. Sepse asnjëri nuk del. Dhe Adriana do flasë ai është. Nuk del njeri ta thot publikisht unë do punoj kundra te më burr. Si, pa kupton ai, kur as din këta. Po unë marr vesh. Në Fier punuan kundër PD-s. Kush? Në Fier. Kush e? Ore individ brenda. Një dy, po. Si një dy. Po një dy s'ka punoj Gazbardi kundër PD-s. Po ty punuan dy prej individëve kryesor punuan kundër. Po jo Gazi pra. Ato, kush e di kush do jetë fati i tyre? Po çfarë fati i tyre në rregull janë ata, 4 vite do jenë deputet, pas 4 vite po. Varet çfarë bëhet. Ka asnjë interes. Pra, ç'a ndodh? Edhe vet Anri ke pasur edhe deputet PD-s që ishin në Tiranë, që ishin në qarqe të ndryshme dhe në qarqet e tyre punoni kundra PD-s. Po dhe pse kanë punuar kundra me njëri tjetrin. Po këtë po them, po kanë punuar kundra, por sot Rama e drejton PS-n me dorë të fortë, kurse zoti Berisha i ka rënë pushteti. Sepse zoti Berisha ka premtuar 100 gjëra që nuk ka mbajtur fjalën. Kurse në Partinë Socialiste amortizimi janë benefitet ekonomike. Në këtë moment vetë, në qoftë se PS-ja fiton akoma më thellë, do punoj kundra Adriana Kalaja, po nuk është hallit Adriana më fare. Edhe 5 Adriana tjera. Të gjithë bashkë bëjmë 5.000 vota. Nga 40.000, po them unë ty sigurt ketë firë nga 5 vjeça, prapë do ngjilen 35.000 vota. Kështu që nuk ka lidhje me atë që po them unë që Rama del bluff me kandidimin për Bashkinë Tiranë për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit apo ku dëgjon ç'a ishin ato më prapë kur u bën të tjerat në 2023. Po ç'a muaj ishin se 2023. Në prill u bën ato si kështu si u bën prill maj, s'maj mendoj. Prill maj kanë qenë ato se. S'po e di njëri mirë. Ideja është që gjithë kjo betejë për sabotuar PD nga brenda nuk i jep rezultat. Në kontekstin qofse Floriani si kandidatur përbashkon Agronin, Adriatikun dhe element partive tjera si që është Atlantiket, me që këta nuk shkojnë të PD-s, është Berisha dhe janë luftë për vullën dhe për këtë. Për 50.000 vota, mos të arrish dot të marrësh minimalisht 75% apo 80% të tyre ti sjellësh parti përmes një kandidati apo politik që s'është as i nënës as i njerëkës, dhe nëse ti pasaj do të qesësh, si thua stërkëmsha, për të qenë pengesë më saktë të këtij projekti politik që e kanë të gjitha palët, atëherë nuk është dëshirën tënde për të sjellë rotacione, po ti ose punon i e kulis e ndonjë personazhi tjetër që mund të jesh dhe i Ramës më fare. Në pengesë, nëse bëhesh pengesë, ti nuk ke as minimumin e interesit për votuesit e tu, për shumë nëse do e bënda Adriatik, ose Agronin do thoi atje, vlla nuk i respekton fare votuesit e tu. Se dhe votuesit e Agronit nuk e kanë dhënë mandatin e Agronit që Agronit tjetë i përjetshëm. Edhe vitin tjetër do japin prap. E prap se Agroni pëlqen shumë bukur si del televizor. Nëse do i pëlqente si flen televizor do e mbanin për analist. Do thonin shko të paguaj diku në një emision edhe na dil si analist, mos na dil politikan. Politika ka një projekt politik. Pra sot kemi 2 mandate, nese do kemi 10, pas esër 20 derisa të vim pushtet. Do jemi ne. Dhe ky është projekti. Tani nëse projekti nuk e përafron kurr Agronin, nuk do presin njerëzit 30 vjet Agronin që të vinë mbrapa Agronit, Agroni tu bë miliona me bizneset e tyre, njerëzit s'kan bukë tan.
Do presin Agronin kur të prit gomar mbi bari, tha. Po jo më shoku, s'funksionon ashtu. Edhe Agroni e di shumë mirë të, sepse në opozit dhe pa mandat je më pak në presion se sa një parti e cila ka marrë një mandat përfaqësimi apo dy mandate përfaqësimi në parlament dhe jenë kushte tani thot ai pse nuk bashkëpunon ti zotëri. Se ka sa njerëz që kanë votuar Agronin dhe për tortën, që Agroni ndoshta nuk e di, nuk e kanë votuar vetëm për sytë e bukura. Kanë sa njerëz që duan Agronin për tek sajt, e duan dhe sinqerisht për asnjë gjë. Po ka dhe marrëdhënie interesi partia Agonit, se nuk na lindi partia Agonit pa marrëdhënie interesi që ka kaq i pritë. Nuk ka asnjë parti Shqipëri sot që s'ka marrëdhënie interesi, qoftë me biznesin, qoftë me ato të zgjedhurit që e kanë votuar. Tani, nëse ky projekt i Agronit që e ka infinit, besoj se do të largohen dhe Agronit. Edhe Agroni, se më është bërë na u bë kështu, nuk po arrin dot. Atëherë të kuptoj që ose e ka zënë megalomania që ja mund dhe s'ka tjetër, por unë besoj se ka i projekt politik kjo gjë. Nëse ti, pa tjetër, nëse vendose kushtet, ti vendose kushtet, apolitik. Përbashkon opozitën. Lidhje me tendera, me biznese, me leke, me drejqe shetan, nuk ka. Pra tjetë i cënueshëm, si thua, si figur, me sa dim deri tani se dorën zjarë se vim do. Kështu që nëse ty s'pëlqen as kjo kandidaturë, çfarë kandidaturë do? Vetëm atë që do ti, pastaj është i vësh kushte. Se pastaj del Luli thot du atë që du unë, e del Tiku thot vetëm këtë unë, se unë nuk vi me atë të Agronit dhe kjo nuk ka kuptim. Unë prandaj që në fillim thashë kandidati, pra partitë e vogla duhet përcaktojnë kriteret. 1, 2, 3, 4, po kandidatit duhet jetë i PD-s, sepse do i fusin në sherr, partitë e vogla pastaj pse i atit e jo imi. Ku i më i madhi e zgjedhor si prindi të shtëpia. Fëmijët mund të kenë 4 mendime, po financat për shkak mban njëri dhe thotë është më e mirë të bëjmë këtë gjë kaq. Mirë pash, dhe kjo është menaxhim krize. Jemi në krizë, okay, jemi në krizë. A ndihmojnë të partitë e vogla për të dalë PD nga kriza? E ndihmojnë, që për të zvogluar rezultatin. Atëherë ju do zgjidhni kriteret, kandidatin e zgjedh vetë. Po problemi që ndron këtu, domethënë ajo që shikoj unë, fakti është që tashmë Rama është me 83 mandate. Po. Fakti është që zoti Berisha nuk e bëri dot rotacionin. Po, se bës. Duhet kuptojmë që ka pasur dezertime nga vetë brenda PD-s. Po. Duhet kuptojmë që njerëzit brenda PD-s janë të demotivuar. Po. Çështja që ndron që në këtë panoram a do mundet Flori, duke qenë se Flor Binaj ka pasur 2-3 teza publike që është artikuluar. Ore, voton ti, po t'jetë vetëm Flori dhe Ogerta, kë voton? Unë votoj Florin. Florin. Shumë bukur. Po, unë votoj Flori, po jam një individ, mund të 500 tjerë, mund të votojnë. Po këtë do votoj, Ermal Asimin? Po jo më dhe Ermal idealimisht. Në thelba, e voton ase voton Florin për t'i dhënë një vot Florit. E votoj marbur Florin, por çështja nuk është këtu. Ti ta tjerët, po pra. Po midis Ogertës së Ramës, nuk e kam me Ogertën, se Ogerta si figurë tjetër gjë. Po kur thua Ogerta, thua Edi Ramës është figurë partjake. Dhe midis një elektorat i gri, që parapëlqen një kandidat që s'ka lidhje fare me politikën, as është i përlyer, ka integritetin e vet paktën sa ka treguar tani, pavarësisht se del nga me i siglës, siç është Partia Demokratike, apo përbashkim siglash dhe të partive tjera, njerëzit pse nuk e zgjedhin Florin, në këtë sens po them. Çështja që ndron në pyetje është që pse ajo që mendoj unë që do jetë akoma më goditse për opozitën, lidhet me faktin që në Tiranë kanë rikthyer përsëri Belinda Ballukun. Fakti që ajo mori një rezultat shumë. Do besoj që do shtoj rezultatin në Tiranë. Me çfarë, me bandat? Do e thelloj. Nuk e di me bandat. Me kriminalë. Nuk e di që ajo ka njerëzve. Jo, në përqendra votimi. Ka strukturat. Po do i shkoj Goni atje, Goni unë besoj se i shkon. Ka strukturat që do i ka të lidhura dhe i ka eficiencë. Me sa e bëri në Fier, që arriti ta thellonte rezultatin, besoj që dhe këtu në Tiranë kanë frikë anëri që... Këtu do i haj atë që s'tuhet.
Tani unë nuk e di. Ore, dakord, unë po them në sytë e mi, Belinda është vendosur që të thelloj rezultatin për të dhënë një mesazh. Të japi një mesazh kujdo brenda PS-s. Do atë që nuk thuhet, po them, unë po them që do haj atë që nuk thuhet nëse këto bëhen bashkë. Nëse këta s'bëhen bashkë, do ngeli miti Belindës sikur bën Namin, me bandat kriminale, edhe me këkan brapa e para që nuk ka la njëri pa kërcënuar, si në parti, si kryeministrin dhe gjithçka tjetër. I kemi parë. Tani nuk mund të flasim për Belindën, flas me hiperlativa. Po s'ka për hiperlativa, ma të tregon rezultati. Po nuk është rezultati me bandat, është tjetër rezultat. Po der tani nuk ka fakt me bandat. Po ka fakt sa dush. S'ka më tani der tani, pastaj kur dali. Okej, unë them qa... Ka ik, ai OSHS ka ik në Amerika bërë raportim ai, diti këtë? Këtë nuk e di. Po ta them unë, ky është një fakt. Dhe nëse se di shqiptarët, e di në Amerikanët. Edhe një ditë do dali kjo, dhe do më pyesësh më pastaj. Ka s'ka fakte. Qela i OSHS ka ikur në Amerikë dhe ka denoncuar. Ka ikur. S'ka rëndësi se çka ka bërë, po do dali një ditë. Po një gjë ka bërë ai se. Po se di çka ka bërë, mo ka kënduar. Ka ikur të këndoj. Ka bërë audicion për kënduar. Kur të vi, raporti do e shikojnë edhe të tjerët. Nuk eci me këto unë që ka fakte, s'ka fakte, se unë fakte di vend tjetër dhe nuk kam pyetur ndonjëherë që të mi tregojnë as Mileti, as metet e tjera, unë kam faktet e mia dhe flas mbi faktet e mia dhe këto dhe shumë të tjera për zonjën fjalë. Që i di kështu, por nuk po e hy. Ideja është që mjafton kjo që ky zotria ka ikë në Amerikë dhe ka kënduar një audicion për të kuptuar që nuk është ai shkolla e muhabeti këtu tek kjo, bësh hokatarin vend e pa vend. Unë besoj se nëse këta të bashkohen, nuk ka që bën asnjë nga faktorët, se Bela, ta kam thënë dhe njerë, nuk është Belinda. Belinda është Rama. Se këtë ngatrojmë, ne bëjmë, japim pushtet, kjo është zonja që bën Nami. Jo, më kjo zonja s'bën Nami. Nëse kryeministri thotë bëj çfarë dush ti me bandat, bën çfarë don ajo me bandat. Nëse kryeministri thotë bëj çfarë duash ti me partinë, do bëj çfarë duash ajo me partinë. Nëse i thotë çfarë ministrish do ti, vlla, ku është parat, shko vit ti, s'ka problem, edhe mi sill mua thesin edhe çantën me lek pjesën time që më takon, ose të paktën aty ku levron ti levron. Këta që i kam unë klient mit personal që në vinë të zyra, me këta merren vetë ti do firmosësh në emrin tim. Ky është pushtet i deleguar nga Edi Rama. Nuk është pushteti zonjës, se një moment ta mbyll rubinetin ai zotëria dhe mos dish nga të shkoj pastaj. Problemi është se kjo situatë do mbaroj shumë shpejt. Në përgjithësi dhe me Edi Ramën, ke për të parë, me fjalë, që ky është ndoshta si thuash janë këto periudhat e agonis. Po nuk du të flas sepse gjithmonë prap rezervohen për të parë dhe i çik sinjalet. Sinjale ka pas sa duash. Bankersi është 1. 5 maj është 2. Bankersin e kaluan SPAK. Po pra, po kush është e Bankersi? Te Bankersi kishte të PS-s, kishte edhe të PD-s plot, po ata me emrat s'kan nxjerr. Kan nxjerr pra kështu që po është goditje për Ramën apo s'është goditje për Ramën? Për Ramën është, se për PS-n dhe për PD-n ishte aty. Po 5 maj. Po, 5 maj. Është goditje për Ramën? Po ç'ne nga na dolën këto tani? Se kështu bëj, se këto aty ishin, pse na dolën tani këto? Për një herë, se nuk eci unë kështu me ide që një ditë do na vi kjo Bela dhe do na marrin partinë. Jo, na dolën këto gjërat shumë shpejt. Këto është shumë tjera që priten të dalin. Tani ta thash dhe ajo, pjesa e Ramës me Trumpin, ta thash ishte deklarat tensioni, vetëm për këtë fakt. Edhe kur thënë këta në Amerikë që ky ka bërë Namin Dumani, që e kanë ftuar atje, nuk kanë ftuar për të bërë logjika vaje, për të thonë sa e mirë jeti në luftën kundër korrupsionit ose të krimit organizuar. Se krimin organizuar e kanë sjell në tav agjencinë ndërkombëtare, i kanë thënë për t'i tërheq veshin me sakt. Në fakt sa. Nuk i kanë tërheq veshin, se po i kanë thënë ç'a po bëhet me këtë 1 2 3 4 5, pse nuk po bëhet gjë? Se çudi që na donën 2 dosje për njerë që kanë lidhje është Rama në brenda. Ose ministrat e tij, s'ka rëndësi, këta më të afërmit. Kështu janë çik më lart këto dosjet.
janë për të shku më lartë. Nuk janë për të net aty për të ka pa Benin. A kupton? As për tjera që kanë qenë para atit. Kështu që nuk janë të rastësishme gjërat që ndodhin vërdall. Dhe pushteti që ka sot Belinda Balluku është pushteti që delegon Rama. Sa erti doja, api qik më shumë robinetin e fillon të ambylli, liro shtrëngo. Dhe nëse Belinda Balluku do ishte kandidate më i mirë për Tiranë, ose pushteti i saj do ishte absolut dhe i kishe kërkuar, pavarësisht sa thonë që nuk e ka dashur, tash së fundi, që unë besoj se gënjen, pavarësisht se kanë disa vite që, ose e ka dashur Tiranën për të aneksuar Erionin, po jo për pushtet se është mirë aty ku është, absolutisht që njeriu më i fuqishëm sot pas Ramës është Belinda Balluku. Emron ministra, ka 13 deputet në parlament. Ore largoi Braçën dhe Brahima i ka thënë Braçën, po dhe Delina Brahima. E përzuri prap. Po me Delina s'ka fol, po ama Delina ishte krah Ramës në atakimin tjetër. Po, Braçën e përzuri. Ishte qet Delina, se do t'ja di për Belinda, se ka fraksione brenda po e përzuri pra Braçën, përzuri dhe Delina nga njësia 5. Pa tjetër, sepse me Delinën ta thash, nuk flet. Që në fillim. Problemi është se nuk është problemi a flet Belinda me Delinën, se më të ardhme ka Delina se sa Belinda në Partinë Socialiste. Se kur tenton të shkosh në Maja, ose të bësh vegla e Maja Gjiut, kur biesh paset do biesh me i hut fort edhe do vritesh, a kupton? Sepse i ka atribut gjithë, ose i ka lënë gjithë pjesën e pushtetit e ka lënë asaj. Prandaj po them që nuk po, kur them këti han atë që thuhet, e kam për Ramën, nëse kam fare për zonjën, nuk e llogarit zonjën, në asnjë lloj ekuacioni. Po mi, mbi këtë ekuacioni bie që në pësas, kush nuk ka pasur valencë? Asnjëri, vetëm Rama. Vetëm Rama. Patjetër, ma e tregoi edhe për zgjedhjet e fundit, prandaj e bëri, që këtu jam unë vlla në Tiranë. Këtu jam unë Shqipëri, ju jeni kot. Po dua unë jeni, po dua sin. Hajde ngrihem ikim pastaj, se ç'të bëjmë? Po jo, si ngrihem ikim. Pse të ngrihem ikim? E them ngrihem ikim formë. Jo, e kuptova, me kuptova, po them pse do të ngrihem ikim? Ne kemi ikur kur ishte për tik, tani do ikim ne 40 vjeçë. Problemi është që Si vajte 40? Po aty jam afër. Problemi është që nuk kur të goditet, do goditet shumë fort. Kur të goditet, do goditet ai që i delegon pushtetet. Jo ai që bën sikur këta të tjerë që ka vërdall hajnë kumlla dhe ky është shet nga një, jep nga i cop prej secilit. E jep kështu si tip si rituali sakrifikues, me fjalë. Po e jap të sepse unë nuk jam me Sorosin. Po e jap të se s'kam lidhje unë, si kam marrë këto para atë, ky ma ka bërë me të futme. Rama që merret edhe me i cop rrugë, e me teneqe në për Tiranë. I ka kush i ka, e kush se ka. E s'di ka këto tjera. Problemi është se kur të goditet Rama, s'do di nga TV. Sepse dëshira është, por problemi është që kemi thënë, që Partia Demokratike ka qenë, jo vetëm dobët, Partia Demokratike ka pas atë lider që i vazhdon tjetë. Dhe i është patericë Ramës, e kemi thonë. Rama mban Berishën, Berisha mban Ramën. Kështu erdhi kjo punë, ata i mundën të gjithë tjerët që ai ishin më të vegjël, sepse i ishin në përsi edhe në lojë. Absolutisht, i kishin gjithë mekanizmat. O, Andri, është një soi si dalin në media një djalë i ri dhe të ketë përballë një prezantues që ka 30 vite, normale. Po me atë mund ta hedhin tuç, po nëse ka atë, ka dhe pronarin, kameraman, regjin, e ka të gjitha, absolutisht e vëmendja edhe ndriçimin, dhe ishte aty. Më kupton, i ka të gjithë mekanizmat për të sfumuar. Problemi është, nëse favorizohet nga të gjitha aspektet, absolutisht. Por nuk besoj se e kanë të gjatë. Ogerta mund të ketë të gjatë. Kurse këta që përmenda deri tani, nuk besoj se e kanë të gjatë. Pra Rama është në pozitat që duhet delegoj pushtet. Dhe Rama është në pozitat që këtë pushteti që do delegoj, do ta heqi njëre për gjithmonë pas vetes. Kjo është e vërtet. Por që nuk besoj se Rama do vijë tani, nuk mund të rri Rama dhe 3 mandate të tjera. Paktën me atë që kërkon Europa ose këta përtej oqeanit. Pastaj varet nga dinamikat politike mos, se nuk e detyrojmë dot ne. Absolutisht, ne vetëm fjalën kemi, por ama ultimatumi është që mos jetë më. Pavarësisht këtyre idiotësive që mendojnë sa se kujtojnë se i dha Sazanin
Rama këtit edhe jo, nuk ka asnjë lloj qetësie brenda shtëpisë së vogël, jo dhe familjes së vogël të Edi Ramës, jo familjes madhe dhe shtëpisë madhe që është Partia Socialiste. Kështu që neve besoj Andri e konsumuam të temë. Po, Ne do t'jemi gjatë ditës, ti do kesh intervista. Po, unë po pres t'jem në intervistë me zotin Kara. Pastaj edhe unë do kem më pas intervista mbi ngjarjet e ditës sot. Mos u largoni nga antena dashur miq, bëni subscribe, regjistroni, shpërndani në diaspor. Ne këtu, ky është një format që ne do të mundohemi edhe ta precizojmë, po them kuptimin që t'i japim një formë që na keni ditë saktuar që dhe ju ta dini, por hapas hapi duke ardhur dhe duke strukturuar gjithçka që zhvillojmë këtu në antena televizion. Bëni subscribe, regjistroni, shpërndani në diaspor, i bëj thirrje diasporës na komentoj, mund na shkruaj edhe për të dëgjuar zërin e tyre, kështu që mos u largoni nga antena dhe shihemi pas pak përsëri. Mirupafshim. Një dolin